dhe gjykata ka vendosur që jeni të larguar pa drejtësisht, bashkohuni me ne. Kështu që këtë që po më thoni nuk e pranoj. Ta ndjekim të kaos dhe na mbështesni që dhe ne të ngrem çadrat përpara bashkisë. Ju lutem, më lejoni të shpreh. Unë jam e bashkuar me ju që në momentin që ju jeni të larguar nga puna, unë jam në këtë çadër, në qoftë se doni të bashkoheni ju me ne, se ne jemi të bashkuar tashmë. Të gjithë të larguarit po përfaqësojmë 8.000 veta. Nuk jemi për veten tonë këtu, po për 8.000 të larguar. Në qoftë se ju doni të bashkoheni me ne, bashkohuni ju lutem dhe hajde të ngrejmë zërin për gjithë padrejtësitë që po na bëhen. Kemi 20.000. Unë nuk jam për të mbrojtur Bashkinë e Tiranës apo Shqipin, apo të shaj kryeministrin, unë jam vetëm për të rikthyer në punë. Është një kauzë e drejtë, kam bërë thirrje të erpaseshme në Tiranë dhe në çdo qytet të Shqipërisë. Duhet të kishte ndjekur më shumë media që sot mos të më flisje. I kam ndjekur mediat, nuk ka pasur. Nuk duhet të më flisje mua që kam Ne nuk provokojmë njëri tjetrin, jo. Nuk duhet të më flisje mua me këtë gjuhë, në qoftë se do të më kishe ndjekur, mediat janë prezente. Falenderoj mediat që më kanë ndjekur, kanë 4 muaj që rrinë mas meje dhe më ndjekin në publikimet që unë bëjnë, deklarata që bëjnë, që them dy pika. Unë kërkoj mbështetjen e të gjithë të larguarve, pa dallim, bashki, këtu, edhe ndër vite, pa tjetër. Është kauza me madhe që sot po ngrihet në gjithë Shqipërinë. Problemi qëndron se kush do ma liroj vendin mua tani të rikthehem unë në vendin e punës. Këtë problem zgjidheni ju zotëri. Këtë po kërkojmë ne. Jo, do shkoj ke Lulzim Basha. Do shkoj ke Lulzim Basha. Do shkoj ke Lulzim Basha. Ti je Lulzim Basha. Patjetër zonjë. Atë ka hequr Lulzim Basha. Shko kërkoja Lulzim Bashës. Mua më ka hequr Edi Rama. Mua më ka hequr Edi Rama për protestoj përpara kryeministrisë. Ju lutem që të kërkoni të drejtë. Doja të shtoja diçka që edhe unë jam një nënë e re larguar. Në rregull, ju keni kauzën e Shqupit, nuk keni kauzën të drejtë, keni kauzën e Shqupit. Sepse është masa më ekstreme dhe pa drejtë. Direkt drejt për drejt, duhet të ndjekësh rrugët ligjore. Unë kam ndjekur gjithë rrugët ligjore. Kam fituar. Nuk i tim. Për 3 muaj, zotëri, unë që kam ndjekur proceset ligjore, unë që kam ndjekur proceset ligjore, më kanë shku 3 vjet gjyqet. Dakor? Kam ndjekur shkallën e parë, apelin dhe shkallën e lartë. Nuk mbarojnë për 3 muaj, jo, të lutem, sepse është jo që keni ardhur këtu. Arsyeja jonë është, ne duam t'i bashkojmë kauzës atyre, po, dhe direkt e Bashkia e Tiranës, po, do shkojmë. Për cila keni ardhur? Sepse edhe ne jemi të larguar nga punë, edhe ne jemi të larguar. Ne vendime qytetit. Do më rinë greve, shko futën greve. Kena ardhur kërkojmë dhe ne drejta tonë. Kemi një vendim që përgjigjem mu. Kemi një vendim që Igar se kemi nën ditë atë, igar player, se kemi nën ditë. Igar player, igar ne. Igar çorrave. Nuk kanë kauz. Nuk kanë kauz. Jo është loja, e kupto. S'ke mos me lujt asnjë zonë. Do të shih. Po të kisha lojë. Çka kërkon këtu? Do isha në punë. Ku do ty gato? Bituj e plerë, jemi bituj. Jemi bituj, më si me kriminella. Kap që kap. Hajde djali. Ika plerë. Ika për ju atë. Ignë dhe të mos marrë. Ika plerë. Provokator. Ika plerë. Ika nati. Ika Isa nati të më gjatë. Post komunizmi. Topi, këtë taj. Turp e pacit! Turp për ju!
Hajde shikoni si kemi çadra aty na provokoni atë çelësira. Du vi turp ti vi. Jemi dhe nuja të leher. Po ku një dhon mikrofonin. Alo. Ja një sekond. O Denisa. Hadi sekund. Ne erdhëm këtu për të bashkuar kazus, po shikoj që... Ka i problem të. Ne asë të të largua nga puna, duhet të ishe pa 10 ditë shto. Jo sot! Ai që e ka mirë, ai që e ka mirë. Nuk është provokim. Sa provokator? Ky është provokator. Unë po them që duhet bashkojmë kazus. Po, duhet bashkojmë kazus. Hajde kam fut. Hajde. Hajde çadër, hajde çadër. Jeni kuru. Kurva. Hajde. Hajde, spiuna. Urdhëroni. Se ku e Shqipëria, vetëm e komunistave në Shqipëria. Ju tëra më kryen. Po unë që komunistë janë. Provokatore, hajde me ne. Dakor, pra, unë bashkojmë kazus suaj, unë po them që ju po... Hajde ju kam nga me motorën. Hajde bashku me ne. Hajde bashku me ne dashur. Hajde ju në çadër. A kërcë me bashkëm. Hajde bashku me ne. Normalisht jeni vëllezër dhe motra tona. Hajde Po prima me këtë fjalor që po më bën ti Nuk po të bën fjalor me motor. Unë do ngrej një çadër më ande. Hajde me motor. Unë do ngrej një çadër më ande. Me këtë fjalor që përdorni ju. Që ditën e parë vjen motra ime. Ti e motra ime të ngelesh motra ime. Je shqiptar, hajde se ka vënë sa dush. Ne duam Shqipërinë, edhe jam krenar. E dua Shqipërinë e gjithë të barabartë. Hajde me mua. Që ditën e parë, hajde. Dakor pra, dakor. Ta bëjmë Shqipëri të japim fund ti tradicionit. Atë me atë mendim jam dhe unë. Dakor, të japim fund. Unë prandaj kam marrë, bashkojmë kazus. Hajde me ne. Me ne të japim fund ti tradicionit. Ço kujtove soti. Nuk është për tu s'është kjo, po nikni shkollën ngrenë çadrat atje ju lutem. A keni vëlego? Po shkoni ngrenë çadrat. Po shkoni. Po mirë pra. Ato kanë probleme të Ne kemi ardhur bashkojmë kazus të ty. Të lutem more, të lutem. Po ti ishe për të bashku kafës, kështu që brenda. Të lutem. Kush jam unë? Ku kam vllajën aty më ngrenë. Po është pa buka ti, mos e shqetëso. Mos e Unë thjesht e jam ditë pa hapur rrugës do vi makinë, po hiq ti sot, ne het. Mos po të prek më. Kanë 10 ditë pa bukë ato atje. Lutem. Në formë ashtu. Po kime nuk ju shkon në Nuk qoj se po kesh vllajën 10 ditë pa bukë, Doni të bashkohet, do të hapim çadën e Bashkia e Tiranës. Sa duku na ka larguar Lutfi Basha. Nuk do shtojmë se na priten me dhunë këto. E din këto përgjigjen. Kërkuan drejtën tonë. Po ta kisha hapti çadrën unë sem se tu. Po ta kisha hapti çadrën. Po ta dëgjoni media. Në qoftë se të ishte ngrit ta kisha hap çadrën. Në qoftë se kisha hap çadrën. Po vdesin njerëzit këtu. Ne po vdesim ju po vini këtu. Mos bin pre provokime. Po ikse çadra marova, ikse marova. Qëtësot, lutem Nertin. Po ta kisha hap çadrën. Po Nertin, mos vjen në nivelin e tyre Nertin, futu brenda. Në qoftë se të ishte hap çadra, qysh 2005. Nuk ishim sot tu. Qoftë të ishte hap çadra para 2000-shit, nuk ishim sot tu. Qysh nga 92 këtej, do të ishte hap çadra. Dhe ne ishim sot tu. Ata janë provokatorë, distancojnë nga këto provokime, dhe jo media. Hajde pete se provokoj të lutem. Jam me të 16. Ka lartë nga shtëpia Ju lutem. Kemi
Shikues të nderuar, jemi me këto pamje të drejt për drejta nga Lulishtja përpara piramidës ku po zhvillohet greva e të shkarkuarve nga administrata. Është Artan Murizi, ai që është ndjer keq në këto momente tensioneshe, në këtë situatë delikate. Ka mbritur me njëherë autoambulanca për ta dërguar atë drejt të spitalit për të marrë ndihmën e nevojshme mjekësore. Kanë qenë këto momente tensioni, momente acarimi, në cilin pavarësisht të gjendjes së tyre shëndetësore, pothuajse të gjithë grevistët janë çuar në këmbë dhe janë konfliktuar me një grup personash, sikurse e kemi kuptuar edhe nëpërmjet transmetimit ton të drejt për drejt. Ja pra shohim pikërisht kryetaren e shoqatës, Nertila Qavzezi, e cila konfliktohet edhe fizikisht me disa zonja të tjera. Ka ndërhyrë edhe policia për të qetësuar situatën. Ka dalë pra nga pjesa e rrethuar ku po zhvillohet greva dhe është konfliktuar me persona të tjerë. Shohim edhe grevistët e tjerë. Autoambulanca e cila largohet me zotin Murizi drejt spitalit, situatë vërtet kaotike e tensionuar. Janë lëshuar akuza të ndërsjellta mes tyre, ndërsa nuk kanë munguar edhe akuzat në drejtim të politikës, pra dashje pa dashje është politizuar edhe kjo grev. Një grup personash Shqipëria është e jona, në qoftë se idiopa për provokim dhe herë, në qoftë nga Shqipëria. Janë momente tensioni, shikues të nderuar, pas gjithë këtyre ditëve në qetësi, duket se ka mjaftuar mbritja aty e një grupi personave. Duket se janë persona të cilët më herët janë larguar nga puna nga Bashkia e Tiranës, pasi ka patur her pas here edhe akuzat të lëshuara drejt kryetarit Bashkisë zotit Basha, apo edhe me fjalët se ata do të protestojnë përpara Bashkisë së Tiranës. Kanë dashur në fakt të bashkohen me kauzën e grevistëve, por që nuk janë lejuar nga këta të fundit, duke e cilësuar këtë thjesht një provokim të radhës, pasi nëse ata vërtet do donin të protestonin kundër padrejtësive apo shkarkimit nga puna, duhet të kishin ngritur një çadër bashkë me to 10 ditë më parë, pasi kjo kujtojmë është dita e 10 e grevës së URIS. Duket se kemi një qetësim të situatës në këto momente, kanë qenë momente deri diku edhe të dhunshme, ku vetë kryetaria e shoqatës të shkarkuarve nga administrata Nertila Qavzezi është përleshur edhe fizikisht, ndërsa ka ofenduar edhe verbalisht në fyerje personale persona të tjerë të cilët erdhën pak çaste më parë aty për të bashkuar me grevën. Kanë tentuar disa herë të shkarkuarit nga administrata apo edhe familjar që qëndrojnë bashkë me to aty për të larguar, por ende nuk e kemi të qartë në fakt se çfarë ka ndodhur. Ka qenë vërtet një provokim, ka qenë vërtet një dëshirë për t'u bashkuar kauzës së tyre për të rihyrë edhe ata në grevë. I gjithë ambienti ku po zhvillohet greva dhe ku janë ngritur çadrat prej 10 ditësh mbajti rrethuar, nuk lejohen as media të hyjnë aty. Ndërkohë që zoti Murizi është grevisti i tretë i cili ditën e sotme i drejtohet spitalit për shkak të gjendjes së rënduar shëndetësore, kanë humbur ndjenjat, ka patur edhe momente tensioni. Ende nuk e kuptojmë arsyen se pse ka